لأ نورها والفرح عم ديارها ورباها أرض السلام لقد بدت مزدانة والكل حين يزورها يهواها فهي الأمان لمن شكا من كربة بالدم نروي أرضها وحماها وهي الدواء لمن شكا من علة والزهر ينمو من نقاء ثراها أمن البلاد فقد تلألأ نورها والفرح عم ديارها ورباها أرض السلام لقد وتلك الأيام نداولها بين الناس sallallahu alaihi wasallam, shembulli atinve të cilët janë të kujdesshëm dhe i praktikojnë rregullit të Allahut, shembulli atinve që urnojnë në të mirë dhe ndalojnë nga e keqja, dhe shembulli atinve të cilët nuk janë të kujdesshëm ndaj normave të Allahut azza wa jall, ashtu sikur shembulli i disa njerëzve që kanë hip me një ani. Pra Allah i dashur musliman, këto ditë falë kanë hi me një ani, pasi që kanë hi në këtë hani, kanë qitë shorë, cili pibe me bujt apo me banu në pjesën e poshme, dhe cilit grup po i vjen me banu dhe mu skaju dhe mu vendos pjesën e epërme. Pa pasi hedhen shorë, i ra atin vetë këshinjve në pjesën e poshme, e të mirë banuan pjesën e epërme. Kështu që këta kur dojshin me mor ujë, unë gjithshin pjesën e epërme, edhe derisa këta që ishin lartë u shqetësun prej tyre, dhe thanë, po na shqetësoni ju për çdo ditë duke ardhur me morën ujë. Një e ulën po, pastaj menduan dhe thanë, do ta zgjidhni ne problemin ton vetë. Si do ta zgjidhin këta? Këta lartë ishin lartë e ndëgjuan një shurë. Çka ndodhin pjesën e poshtë? Mon njani prej atinve, mon një sofat dhe filloj ta hape librin. Ziduan këta prej lartë, dripën poshtë dhe i thanë o filan, çka ban ti këtu? Tha, na ju shqetësum ju, edhe ju na shqetësum ne, edhe na jena vlirë, bojmë qka dojmë, vendin tonë, vatani jo. Për ata, ta e murë sapatën po i mshonë, po të në tonë me hap një vrinë. Se me hap këtë vrinë, ta na do të morë një ujë prej këtu. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nëse këta që janë lartë, i lon ata, qëta, shpërthen anijen, do të fundosen ata, po dhe këto lartë do të fundosen bashkë me ta. Nëse këta i morin do, po i desën këta për ta, atëre normal se kanë mi shpëtu ata, gjithashtu dhe ato kanë me shpëtu. Pra Allah i dashur musliman, ke hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, është një shembull i mrekullueshëm, që ka thonë Ibni Nuhasi, librin e atij Tanbihul Ghafilin, i ka përmend ma shumë se 10 dobi. Unë vetëm një dobi po e përmendi për shkak mos me zgjatë shumë. Ke hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, shembull i mrekullueshëm që Allahu azza wa jall ka thënë pejgamber, ka zbrit libër dhe i ka dhënë përgjegjësi muslimanëve
që ta ndin të mirë, ta ndin vetën e tyre se janë pjesë e këtij ummeti. Nëse tenton njani prej aty ta çrregullon anin, do të fundosen të gjithë. Dhe anija e cila është e shpëtimit, është Islami. Nëse ne nuk kujdesmi për ta, nëse ne nuk i mormi në dorë ata, nëse ne nuk i mësojmë për të mirë ata, dhe nëse ne nuk i ndalojmë nga e keqja ata, ka mundësi që të fundosmi bashkë me